Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë me lutjen numër 104. Lutja kur qëndrojmë diku në një vend, qofshim udhëtar apo jo. Pra, është një lutje speciale që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është ndalë me një vend, qoftë kur ka qenë udhëtar apo edhe në vendin e tij, domthonë duke mos qenë udhëtar. Kjo lutje është eudhu bi kelimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kërkoj mbrojtje të Allahu me fjalët e tij të plota nga çdo gjë e keqe që ai ka krijuar. Faktikisht kjo lutje është prej lutjeve përmbledhëse të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje prej Zotit në momentin që është ndalë dikon. Para disa numrave ose para disa lutjeve ka qenë një lutje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë kur ka hyrë në një vendbanim të ri. Kurse kjo tash është në çdo vend ku ndalet njeri, çdo vend ku çdron. Nuk është special për një vendbanim të ri, ose natën, ose ditën, ose rrin pak, ose rrin shumë, pavarësisht sa rrin, pavarësisht ku shkon, pavarësisht ku ndalesh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë këtë lutje në momentin që është ndalë dhe ka qëndruar me një vend. Pra, kërkojmë mbrojtje te Allahu nga fjalët e tij. Fjalët e tij është për qëllim Kurani, s'ka dyshim. Kurse të ke shprehja këtu e tammat është dietarët i kanë dhënë dy opsione, dy mendime, ose kanë thonë që kjo fjalia i përfshin, që kjo fjala i përfshin dy forma. E para është fjalët e tij të plota. Për arsye se fjalët e Allahut azza wa jalla janë plota, çdo fjalë e krijesave të tij, njerëzve, pavarësisht sa më qenë e bukur, pavarësisht sa më qenë e plot, megjithatë nuk është e plot komplet, ka më pas diçka mangësi, ka më pas diçka ndonjë defekt, ndoshta edhe jo përkryrje sa duhet. Për arsye se është krijesë. Dhe fjalët e krijesës lidhen me krijimin e tij, ashtu siç nuk është njeriu dhe çdo krijesë nuk është e përkryer në çdo aspekt, patjetër ka më pas mangësi dikun, po ashtu edhe fjalët e tij dhe çdo gjë që ka bëron prej tij. Kurse Allahu azza wa jalla është i përkryer në çdo aspekt. Dhe fjalët e tij janë përkryera. Pra kërkoj mbrojtje te Zoti me fjalët e tij të përkryera, të cilat sjellin çdo të mirë. Për fjala e tij në rend parë është fjala e Allahut në Kur'an. Përmes Kur'anit faktikisht ne mundohemi që të afrohemi te Zoti dhe të kërkojmë prej tij që të na ruajë nga çdo e keqe. Kuptimi tjetër i shprehjeve tammat, i shprehjes tammat, është për qëllim fjalët e Zotit shëruese. Pra kërkoj mbrojtje te Allahu përmes fjalëve të tij shëruese. Për arsye se Allahu azza wa jalla Kur'anin e ka dërguar shërues për shpirtra, shërues për zemrat e njerëzve, shërues për trupin e njerëzit, shërues për gjallësat për gjësi. Andaj sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kërkon mbrojtjen e Allahut me fjalët e tij shëruese, don me tregu që Allahu azza wa jall përmes fjalëve të tij na ruan dhe na shëron edhe nëse ndodh diçka në momentin kur ju ndal dhe po qëndrojmë me një vend caktuar. Ka mundësi me të godit diçka. Për këtë arsye, shprehja që është min sharri ma khalaq, nga e keqja që ka krijuar. Pavarësisht çfarë keqja është. Ibn Qayyim rahimahullah thotë kjo e përfshin çdo gjë që ka mundësi të ndodhë në jetë në momentin kur ndalet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush e thot këtë dua nga çdo e keq që e ka krijuar, atëherë nuk ka me godit atë person në atë momentin ku ashtu nejt, nuk ka me godit kur gjë. O ndalesh me një vend, çfarë do që ka mundësi me ndodh, qofshin prej gjallësave tjera që na nuk i shohim, ndonjë goditje prej xhenëve ose diçka tjetër, qoftë në gjallësë tjetër e tokës, ndaj akrep, ndaj diçka, qoftë edhe ndonjë gjallësë, ndonjë ndodhi që mund me tar prej fuqisë ndryshme që e çon Allahu, qoftë ajri, era ose diçka tjetër. Andaj është për sunetin e pejgamberit sa më thon këtë dua dhe më kërkoj mbrojtje te Allahu azza wa jalla nga çdo gjë që ka mundësi të godit momenti kur ndalesh dikon ose qëndron me një vend të ri që të shkon aty.
Është interesant, thot Imam Kurtubi rahimahullah, thot që sa herë që ju mdal diku me një vend, e kum thonë që dua. Thot sa herë që ju mdal diku me një vend, e kum thonë dua, thot përveç një herë, thot kam qenë me një vend, me një qytet ka Endelusi, thot edhe ju mdal aty, thot edhe kum ra me fjetot, kum harru me thonë këtë dua. Thot edhe kur ju ngrit në mëngjes, thot më kishte kafshuar një akrep. Thot pastaj më kujtua që nuk e kam thonë këtë dua dhe pejgamberi edhe Allah azza wa jall sikur që ka dashme për kujtu, thot sikur që ka dashme për kujtu që atëherë që e ke thonë këtë dua, Zoti të ka rujt. Momentin që nuk e ke thonë këtë dua, të ka godit akrepi. Pra kjo dua që thuhet domthon momentin që njëri ndalet dikun, është prej duave që pejgamberi sa ka kërku mu afru te Allahu azza wa jall përmes fjalëve të tij të plota, fjalëve të tij shëruese, që mos me godit asnjë e keqe edhe në momentin që ndalet dikun. Po vret përmes kësaj duaje atë që po tham me 10 herë e kemi përsërit në këtë libër të begatshme, librin Buroja e Muslimanit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çdo çast, në çdo moment ka qenë i lidhur me lutje, me dhikr, me dua ndaj Allahut azza wa jall, në mënyrë të vazhdueshme, pa u ndal asnjëherë. Andaj edhe kur është ndal, kur është qiu, kur kanë dalë me një mezhles që thonë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi dëgjuar duke kërku falje, duke bërë istikfar te Allahu azza wa jall, në disa transmetime është 70 herë, në disa transmetime është 100 herë. Dhe kjo ka qenë lidhja e vazhdueshme e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Allahun azza wa jall. Edhe lidhja më e mirë që e ka bërë pejgamberi me Allahun azza përveç namazit ka qenë dhikri, duaja. Andaj edhe kjo dua është mirë që të përsëritet, sidomos kanë thonë dietar, sidomos nëse zbret me një vend, nalesh me një vend që ti ki frikë, mos ti nuk ka vend i përshtatshëm, ndoshta edhe gjallësa që mund me marrë me të sulmu e kështu me radhë, nëse e thot këtë dua besimtari me bindje të plot, duke shpresu, duke u mbështetur në Allahun azza wa jall, me fjalët e tij të plota, me fjalët e tij shëruese nga fjalët e Kuranit, atëherë me lejen e Allahut aty ai pavarësisht çfarë gjendje është, nuk do ta godet asnjë e keqe. Dhe kjo është siguria që e jep pejgamberi sa në fund të hadithit. Thot kush e thot këtë dua, nëse ndalet dikon me një vend, thot nuk do t'i bëj dëm atij asgjë hiç në atë vend ku ka qenë edhe ku ka qëndruar. Kjo është siguria që e jep pejgamberi sa për personin i cili e bën këtë dua, andaj ta mundohemi që ta praktikojmë këtë dua kudo që ndalemi dhe në çfarëdo vendi që qëndrojmë. Me kaq edhe përfundon sharrimi rreth kësaj lutje, vazhdojmë inshallah në dersin e ardhshëm me lutjen e radhës. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.